Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i është drejtuar me kërkesë zyrtare të gjithë anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë duke kërkuar informacion nëse kanë marrë pjesë në një mbledhje të pretenduar ku është shqyrtuar çështja që lidhet me statusin e prokurorit Ols Dado. Sipas Veliajt, në dokumentacionin e administruar në gjykatën administrative nuk rezulton se është zhvilluar një mbledhje formale e KLP-s me pjesëmarrjen e anëtarëve, por vetëm një shkresë firmosur nga nënkryetari i Këshillit ku deklarohet se KLP-ja ka shqyrtuar kërkesën. Ai argumenton se mungesa e proces verbaleve apo e vendimarrjes kolegjiale ngre dyshime për mënyrën se si është ushtruar kompetenca institucionale në këtë rast, duke kërkuar sqarim individual nga çdo antar nëse ka qenë dieni ose pjesë e procesit. Çështja lidhet me pretendimet e ngritura nga mbrojtja e Veliajt për vlerëshmërinë e emërimeve të prokurorit, duke e shndruar në një debat më të gjerë juridik mbi procedurat e brendshme të KLP-s dhe standardeve të vendimarrjes kolegjiale. Në thelb të kërkesës qëndron pretendimi se një organ kushtetues si KLP-ja duhet të ketë gjurmë të qarta institucionale për çdo vendimarrje, ndërsa mungesa e tyre sipas tij cënon transparencën dhe lishmërinë e procesit. Rasti pritet të vijojë të prodhojë debat institucional pasi lidhet drejt për drejt me mënyrën e funksionimit të organeve të drejtësisë dhe kontrollin e emërimeve në sistemin e prokurorisë.